Një aksident I rënd ka ndodhur ditën e diel në Vlorë, tek zona e Pusit të Mezinit. Për pasojë kanë gjetur vdekjen një 19 dhe një 17 vjeçar. Ngjarja ndodhi rreth orës 13:40 në rrugën nacionale Vlorë-Fier, pranë një karburanti në rrugën Demokracia, kur një motomjet tip Piaggio me targa AK 653 ka humbur kontrollin dhe si pasojë ka dalë jashtë rruge. Sipas informacioneve, mjeti është përplasur fillimisht me një shtyllë elektrike dhe më pas me një shtyllë tjetër druri, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe pasoja të rënda për personat në të. Si pasojë e përplasjes, fatkeqësisht, të dy personat nuk kanë mundur që t'i mbijetojnë plakëve dhe kanë dëruar jetë, njëri prej tyre në vend ngjarje dhe tjetri rrugës për në Spitalin e Traumës në Tiranë. Një qiri, një tuf me lule si shenjë ngushëllimi për dy adoleshentët, njëri prej tyre I mitur, që humbën jetën në aksidentin në Vlorë, të vendosura aty nga miq, shok dhe familjar dhe të afërm të viktimave. Këta janë dy viktimat, Luan Llanaj, 19 vjeç, dhe Tomor Mbrati, 17 vjeç, që humbën jetën një ditë më parë në një aksident në zonën e Pusit të Mezinit. Të dy po udhtonin me motor me shpejtësi të lartë, kur humbën kontrollin dhe goditën shtyllën. Luani mbeti pa jetë në vend, ndërsa Tomori ndërroi jetë rrugës për në Spitalin e Traumës për ndihmë mjekësore të specializuar. Qytetarët e Vlorës e cilësojnë një ngjarje të dhimbshme, një aksident tepër të rënd sipas tyre. Na mirë, shumë Çuna të rinj, çuna të urtë, na drejtësh trupi dia kur më vesh që nuk kemi patur një shqetësim në lagje, një pëshpëritje. I kisha në lagje? Lagje. Ata I bëj përndia për ty. Çuna është zati. Çuna të vetë. Ishin në punë? Me kë jetonin? Po njëri vetë jam. Më thanë që ka njëri, që ashtu. Vetë punë dhe mekanike. Nësa njëri ishte në shkollë, ai ka prindrit të dy motra. Po çuna këto më thënë të urtë. Shikojnë të tërëzin e tyre. Je shumë I prekur, a? Dje, kërë ashtu atje në driveshin të unë, shpërën lotë në këtë, në këshio do të, e së ndomës të kalova këtu dje, që lani I gjagur, me atë zerë fiksa, nuk këshem fiksa. Nuk këshem fiksa, gjëna. Pa thë quna të hritë të reshë. Në vendngjarje kanë bëritur forcat e policisë rrugore dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit dhe për caktimin e shkaqeve që çuan në humbjen e kontrollit të mjetit.